viteve të fundit. Ish-kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje kreut të qeverisë të mos pengoj konsensusin për reformën në drejtësi dhe integrimin e vendit. Në një konferencë për shtyp, Berisha tha se opozita është e gatshme të votojë një reformë që nuk garanton kapjen politike të drejtësisë. Ndërsa shtoi se tentativat për trafikuar vota nga demokratët do të jenë goditje për demokracinë dhe stabilitetin e vendit. I bëj thirrje Edi Ramës, mos u bëj varrmis i konsensusit, se historia do të denojë në mënyrë të pamshirë. Ulu, po gjete një mënyrë më transparente se kjo, urdhë parashtroje. Po kurrën e kurrës, mos mendo ti se opozita do vi t'jap vota që t'a fusish në grusht drejtësinë shqiptare. S'do ketë asnjë rrjedhje vote. Unë denoj me neverinë më të madhe përpjekjet e ulta të Edi Ramës, destabilizuese për vendin. Berisha tha se kryeministri Rama nuk kërkon të mbajë politikën larg institucioneve të vetingut, por t'i ketë ato nën kontrollin e një partie të vetme. Nuk është linje kuqe për kryetarin e opozicisë. Them Edi Ramës se kjo është për Venecin. Tyre të cilët na thonë ne se ja pa nuk duhet fusin parti durët, u them kujdes se rrezikoni të shkoni tek shteti monist. Kryeministrin Rama e akuzoi si urdhërues të përgjimeve dhe ftoi të mos përfshinë atë që ai e cilsoi krim shtetëror edhe Italinë. Alarmante e cilsoi situatën teksa ju referua rastit të gjyqtarit Aliaj. Edi Rama ka urdhëruar policinë të shqyrtojë vendimet gjyqësore të gjykatësit në një kohë kur kushtetuta ka përcaktime të qarta për bën aktin më të shëmtuar dhe më policesk të kësaj bande në qeveri që nuk jep ligj as kushtetut. I bëj thirrje prokurorit të përgjithshëm të nisin menjëherë hetimet. I bëj thirrje presidentit të ndjek me angazhimin më maksimal dhe gjerë në mbledhje të Këshillit të Sigurimit Kombëtar. Berisha foli për një situatë emergjente edhe për sa i përket kultivimit të kanabisit. Thirrja ime Europolit dhe Interpolit të shpallin emergjencë çështjen e kanabisit në Shqipëri.